Dhe në për Evropë. Qartë, kuptova, do të thotë ideja është, do të ky bashkim, profesor, se jemi keq me minutat në këtë pjesë dua që të komunikojmë pak më shumë. Veç edhe në fjali. Mendoj që sado që është legjitime zonja Osmani, edhe jo, ja keni bërë që elektoratit, LDK-s para së gjithash me i tregu çka ka ndodhur. Çka ndodhi atëherë, që shkut, çka ndodhi tash që u kthyet. Kush është fajtori? Pse ndodhi kjo? Sepse diçka ka ndodhur e madhe, këto fiskultura që i keni bojo, këto sado që janë legjitime, sado që ndodhen, këto kredibiliteti bjen. Përparime çu s'mundu me fol. Por se është çështje juve. Mendoj që ju ja keni bërë elektoratit qoftë para së gjithash mu përgjigjen çdo pyetje. Statosi. Para së gjithash ju zonën Statosi. Sado që ju vlerësoj shumë se politikanë absolutisht ne jemi pa edhe në debate tjera. Kemi pasur rastin dhe unë respektoj mendimin tënd. Mendoj që historia e Nistenitës, në qoftë se rikujtojmë sakt, është pak më ndryshe. Pra, s'ka të bëjmë një largim, ka një të bëjmë një përjashtim, që t'jemi të sinqert. Kjo është interpretimi atyre Tash ma shtrove pyetjen, të lutem ta përfundoj mendimin. Ta përfundoj mendimin, unë dëgjova me shumë vëmendje. Kërkoj falje. Pra kemi pasur të bëjmë me një përjashtim. Nuk është faji im që ka qenë gabim edhe pësim i atij që ka përjashtu. Jo i asaj e cila ka qenë e përjashtuara, e cila përderisa ka qenë në politik, ka qenë lidere në politik, dhe e ka lënë atë parti politike me një besim qytetar 25%. Në momentin e rrethanave të vjetra politike të 2021-s, që unë mendoj që nuk janë të krahasueshme me situatën aktuale, krijohet një dritare e re, e ashtu quajtur guxë, pra në atë kohë pra ju drejtonim si dritare e të djallëve, e një grupimi të cilat besojnë ato vlera të cilat ishin rreshtuar pas figurës Josa Osmanit që kishte qenë dhe kandidate për kryeministre, dhe bëhet një partneritet. A nuk ishte mjaftë LDK-ja që duhet kënena? Unë sqarova, pra kishim të bëjmë me një përjashtim